Do të me kujtu hadithën e pejgamberit që thot, do njerëz vinë në ditën e kiametit me vepra sa varg mali Tuhame, është një mal shumë i madh në mes Arabisë Saudite të sotme dhe Jemenit, e që Allahu këtyne njerëzve jam asgjëson veprat. Kur sahabët e ndëgjojnë këtë hadith, e të merrohen sigurisht se njeri për me bo sevape sa kodrat, mas pari dohet kohë shumë e madhe, pastaj dohet adhurim shumë i madh, përpjekje shumë e madhe, nënshtrim shumë i madh, se nuk o letë me bo sevape sa kodrat. Dhe habiten shumë se qysh gjithë këto sevape në ditën që mas shumë ti ju vynë sevapit, qoftë edhe një buzëqeshën fytyrën e Allahut në ditën e kiametit, këto po shndrohen në plohor, pra nuk ka asnjë dobi prej tyre. Pastaj thonë si flena ja Rasulullah, na tregoi dërguni i Allahut se kush janë ata njerëz që Allahu pja asgjësoj ka, që kanë bo ata. Thot sahër kanë nejt vet, i kanë ra gjënahet. Sahër ju kanë vet, kanë bo haram.